Mjeku çudit botën, ky gabim që bëni me pirjen e ujit me limon mund t'ju kushtojë jetën. A e pini dhe ju në mëngjes ujin me limon? Shikoni a bëni gabimet vijuese. Zgjoheni, shtrydhni limonin, shtoni një gotë ujë të ngrohtë ose të ftohtë dhe e pini. Ku është gabimi këtu? Nuk e keni përdorur lëvorën e limonit. Receta e vërtetë thotë që pos lëngut të limonit duhet të përdorni edhe lëvorën e limonit të cilën mund ta bluani në blender. Pra, tani e dini se si duhet të veproni. Bluani korën e limonit një pjesë të vogël që të përfitoni një ose dy lugë të vogla, pastaj shtrydhni limonin, shtoni ujin dhe doza juaj e vitaminës së mëngjesit është gati. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kjo është një pije mjaft e mirë për organizmin dhe duhet të praktikohet çdo ditë nga ju. Ky lloj lëngu do ju ndihmojë të forconi imunitetin dhe metabolizmin. Ai gjithashtu ndihmon në pastrimin e organizmit dhe zvogëlon ndjenjën e urisë. E gjitha kjo pasi pija është e pasur me vitaminën C, madje e domosdoshme për forcimin e organizmit dhe luftën ndaj ftohjes. Uji dhe lëngu i limonit ndihmojnë në procese sa më të mira të tretjes së ushqimit dhe ju ndihmojnë sidomos kur keni fryrje të stomakut. Mbi të gjitha kjo pije ndihmon edhe në freskimin e erës së keqe të gojës suaj. Limoni është i pasur me ushqyes dhe sjell një numër të madh të përfitimeve të organizmit. Prandaj, uji me limon këshillohet të pihet në çdo stil. Por gabimi që bëjnë shumica e njerëzve është se e pinë nesër në mëngjes. Kjo gjë është të rësisht e gabuar pasi mund të irritojë stomakun për shkak të aciditetit të lartë që ka limoni. Gjëja më e mirë është që mund të bëni të pini pak përpara çdo vakti pasi keni konsumuar në mëngjes. Nëse deri më tani e keni pirë ujin me limon sepse doni të dobësoheni, atëherë po ju japim disa arsye të tjera sipas Step to Health të përfitimeve kryesore që do të merrni nga konsumi i këtij lëngu të veçantë. Ai është perfekt kundër problemeve të stinës. I pasur me vitaminën C, uji me limon është një prej ilaçeve natyrore më të mira që ndikon në forcimin e sistemit imunitar. Pakson dhimbjet e kyçeve. Përveç vitaminës C, uji me limon është i pasur me kalcium që do të thotë se ju bën mirë për shëndetin e kockave. Kur zhvuan nga dhimbjet e kyçeve do të vinte re një përmirësim nëse për 3 javë do të bënte një terapi të ujit me limon. Është i mirë për diabetikët. Kjo pije ka fuqi magjike në rregullimin e luhatjeve të sheqerit në trup. Përmirëson tretjen. Nëse pihet pas vakteve, uji i ngrohtë me limon mund të përmirësojë tretjen falë pranisë së acidit citrik. Ndihmon edhe në evitimin e kilogramëve të tepërt. Arsyeja pse të gjithë adhurojnë ujin me limon është sepse ndikon në reduktimin e peshës trupore. Sigurisht që nuk po flasim për një pije mrekullibërëse, por nëse shoqërohet me aktivitet fizik dhe dietën e duhur, mundëson uljen e kilogramëve pasi djegën ndyrnat në mënyrë më të shpejtë. Kjo pije gjithashtu do të krijojë edhe ndjesinë e ngopjes për trupin tuaj. Mënyra se si e nisni ditën ka një rëndësi mjaft të madhe në mënyrën se si do të vazhdojë ajo. Ndaj, edhe ajo që zgjidhni të konsumoni për mëngjes do të jetë një zgjidhje efektive kundër një sër problemesh që i kanosen trupit gjatë ditës. Limoni është një agrume jashtëzakonshme e pasur me vitaminën C, e cila është domosdoshme për shëndetin dhe paraqitjen e lëkurës. Përfitimet e kësaj vitamine për lëkurën, por edhe për organizmin, mund të merren shumë më mirë duke përdorur ujin e vakët me limon. Për këtë recetë mjafton të shtrydhni lëngun e një limoni në një gotë me ujë dhe ta pini të ngrohtë dhe ta konsumoni pas mëngjesit. Lëngu i një kokre limoni përmban më pak se 25 kalori. E njëjta sasi është shumë e pasur me kalcium, kalium, vitaminën C dhe fibër. Të gjithë këto ushqyes ndihmojnë në gjallërimin dhe mirëqenien e sistemit imunitar. Kësaj organizmi është më i ndjeshëm dhe më i mbrojtur nga infeksionet. Për më tepër, limoni ka veti antiseptike dhe është gjithashtu i kombinuar me ujin me feta limoni, i rekomanduar për njerëzit që vuajnë nga problemet e zemrës. Në këtë video, sipas Step to Health, do të mësoni disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga pirja çdo ditë e ujit të vakët me limon. Përmirëson imunitetin nga infeksionet.
Limoni është një burim jashtëzakonisht i pasur i vitaminës C, që mbron trupin pavarësisht mungesës së sistemit imunitar. Limoni është një burim i shkëlqyer i acidit citrik, kaliumit, kalciumit, fosforit dhe magnezit. Falë këtyre ushqyesve dhe jo vetëm, pirja e ujit të vakët me limon parandalon rritjen e shumimit të bakterieve që shkaktojnë probleme dhe infeksione. Përmirëson pH-in dhe ka aftësi detoksifikimi. Pirja e ujit të vakët me limon ndihmon në mirëmbajtjen e niveleve të pH-it në organizëm. Nëse e pini këtë lëng në mëngjes, do të përshpejtoni pastrimin e organizmit nga toksinat. Do të përmirësojë edhe tretjen. Pirja e rregullt e ujit të ngrohtë me limon ndihmon në rregullimin e tretjes dhe prodhimin e lëngjeve biliare. Pirja e këtij uji ndihmon në zbutjen e simptomave të urthit dhe prodhimin e lëngjeve tretse. Për më tepër, fibrat e limoni është shumë e mirë për shëndetin e zorrës së trashë dhe shërben si antibakterial i fuqishëm. Truri, mëlçia dhe lëkura do të përfitojnë ndjeshëm nga uji me limon. Përveç ndihmës që ofron kundër ftohjes, uji i vakët me limon ndihmon në rigjenerimin e qelizave nervore. Në rastin e mëlçisë, uji i vakët me limon e forcon atë dhe jep energji enzimave të mëlçisë. Sa u përket lëkurës, ky lëng pastron në mënyrë natyrale dhe parandalon formimin e akneve dhe të rrullave. Ai gjithashtu ndihmon në mbarvajtjen e shëndetshme të syrit dhe i mbron ato gjithashtu nga degenerimet makulare. Konsumi i ujit me limon së pari mund të ndihmojë në reduktimin e kilogramëve të tepërt. Polifenolet e pranishme të limonit ndihmojnë në uljen e oreksit, prandaj kur pihet një gotë me ujë mbi të gjitha, para një vakti mund të ndihmojë në mbushjen e stomakut duke kompensuar sasinë e ushqimit të domosdoshëm për të ndjerë i ngopur. Mjafton vetëm një limon i shtrydhur në një gotë me ujë, ndoshta, dhe pak lëkura limoni do të ishte ideale për të nxitur metabolizmin të punojë më mirë. Ndihmon edhe me tretjen. Flavonoidet e pranishme të limonit ndihmojnë në asimilimin e ushqimeve duke përmirësuar tretjen në tërësi. Madje nëse konsumohet limon i shtrydhur me ujë të ngrohtë, ofron më shumë përfitime shëndetësore. Kjo është e rëndësishme pasi me avancimin e moshës, sasia e acidit të pranishëm në stomak ka tendencën për të ulur. Një studim i kohëve të fundit ka treguar se mbi 30% e popullsisë mbi moshën 60 vjeçare vuan ose ka vuajtur nga gastriti atrofik, një sëmundje e karakterizuar nga një mjedis me pak aciditet në stomak. Limoni përmban nivele të mira të vitaminës C. Të gjitha agrumet janë një burim i vitaminës C. Sipas një studimi të bërë nga Departamenti i Bujqësisë të Shteteve të Bashkuara, 1/4 e një gote ujë me limon mund të përmbajë deri në 23.6 mg të vitaminës C, sa 1/3 e sasisë rekomanduar ditore për gratë dhe 1/4 për burrat. Limoni ndihmon në mbajtjen e trupit më të hidratuar. Në fakt, hidratimi vjen edhe falë shijes së tij të mirë, pasi konsumi i ujit me limon shton dëshirën për të mos konsumuar akoma më shumë. Ai ndihmon gjithashtu ta mbani lëkurën tuaj më të re. Vitamina C e pranishme te limoni mban lëkurën më të pastër. Një studim i kryer në Shtetet e Bashkuara tregoi se niveli i lartë i vitaminës C që është supozuar tek limoni do të mbajë në uljen e niveleve të rrullave në fytyrë, pasi lëngu do të ushqejë dhe do të hidratojë lëkurën tuaj. Limoni vepron kundër dhjamosjes së mëlçisë. Uji me limon ndihmon mëlçinë të funksionojë më mirë. Një studim i fundit në fakt ka treguar se flavonoidet të pranishme të agrumet mbrojnë mëlçinë nga toksinat, të cilat janë deportuar në baza ditore nga ana e organit, dhe për të zvogëluar gjithashtu nivelin e akumulimit të yndyrnave në qelizat të cilat mund të shkaktojnë dhjamosjen e mëlçisë. Limoni do të rrisë nivelet e kaliumit në trup. Ky përfitim është gjithashtu edhe fal elementëve ushqyes që ai i përmban. Sipas një studimi të kryer nga Universiteti Maryland Medical Center, në fakt, kaliumi është një elektrolit natyral që ndihmon në sjelljen e energjisë në të gjithë trupin. Për këtë arsye është kaq e rëndësishme marrja e këtij elementi përmes ushqimit. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme,
masat paraprakje ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bënit like, do ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.